Ky është kongresi i parë i gjithë kirurgëve shqiptar, nga që kado që janë, prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë Veriore, gjitha shteteve evropiane. Në fakt ne kemi pas këtë kongres të tillë edhe më përpara, po nuk e kemi quajt ashtu siç duhet me quajt. Kongresi i parë shqiptar. Ne kemi më shumë se 65 ligjërues të jashtëm. Pastaj kemi më shumë se 50 o 60 ligjërues të brendshëm, do thotë nga trojat shqiptare. Pastaj kemi ligjërues nga vendet evropiane të Austrisë, Anglisë, Gjermanisë e vendeve tjera. Kështu që është vërtet një konglomerat e madh të gjitha degëve kirurgjike. Këtë konferenca mos ketë kongrese akademike shkencore. Në çfarë mënyre ne do ta shpërndanim ditunin edhe ato trejat në shëndetësi e në mjekësi. Ato nuk mund të bëhen përmes Facebookut. Të bëhen aty ku diskutohet në mënyrë akademike, në mënyrë shkencore. Këtë kongres na bëjmë kësaj radhe këtu në Prishtinë. Kongresi i ardhshëm shqiptar i kirurgëve shqiptar do të bëhet në Tiranë. E pastaj do të bëhet në Shkup. Kështu që do ta kemi një rotacion të vazhdueshëm në mënyrë që të gjithë ato trojet tona të bashkohen së bashku për ta zhvilluar kirurgjinë moderne shqiptare.